në momentet imanore, kur jemi iman, sikurse Ramazani, duhet të shtohen veprat më shumë vullnetare, që kur të largohet nesër ajo momenti imanor, ambienti imanor, sikurse xhamiat janë më të mbushura, namazi natësh bashkarisht dhe kështu me radhë, kur dobësohet kjo, mos ndikoj pastaj ato sunetet shkajkiti të vazhdueshme. Si për shembull, e tha një njeri i cili nuk i ka pjesë përbërëse 12 rekatet nafile ditore. Qose nuk i ka ato, atër ndodh telashja e madhe. E çka është ajo telashja? Sa ai pastaj e ka vetëm farzin. Edhe shejtani mundet me sulmu te farzet. Andaj vazhdimësia në ibadete, në kontinuiteti pas Ramazanit, do të thotë të ato shka i ki baza duhet mos po konves te farzet ajo. Domthon një besimtar nuk guxon me bë muhabetin që vallai sunetet unë i fali vetëm në Ramazan, ose sunetet i fali vetëm kur jam me njerëz në xhami. Edhe kjo pastaj shkon edhe te devijimi, se që po të nëcove edhe ti, largimi nga kontinuiteti që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabul amali indallahi adwamuha wa in qall. Domthon t'ja bësh vetes një obligim. Shembull, unë kushtimisht kam e lexuar gjatë vitit, nuk muj ndoshta çdo muj me bahatme, po çdo ditë do ta lexoj nga 2 faqe të Kuranit, ose 10 ose kështu me radhë. Domthon ta kish një kontinuitet, ndërsa me bën hatme vetëm në Ramazan, edhe mi thon Kuranit miru pashmi, lam të mirë. E kjo është devijim ajo. Nuk është kjo, nuk është plagoshti. Nuk është domethënë, po kjo atëherë hin në suazat e devijimit, për arsye se ti nuk e di a ky ymër që me taku Ramazanin tjetër edhe me lexu fjalën e Allahut, apo me dal në namaz në xhami, apo me pas pjesë përbërëse dhikrin. Andaj unë mendoj që muslimani duhet me mnu disa baza. Unë namazi me xhamat, unë sunetet që janë rawatib, që janë të domosdoshme me një të rregullta, nuk duhet me lanën. Mundet me ndodhe keni një obligim, je student, je në fakultet, je në punë, je në angazhim, mirë po në ditën e rëndom tonën. Unë dëgjoj ezanin dhe çndroj në obor të xhamisë, apo çndroj në shtëpi dhe nuk i fali sunet, kjo do të thotë që ti je në sinjalet e deficitit dhe dobësimit. Alarmi është ndezur që ti je në zonë të rrezikshme. Kazallka e kerit është e kuqja, rezervë kira. Po të shku ka e verë dhe derisa të shkojnë te kuqja. Po për fatkeqin.